e dytë që ne propozuam, që ishte në vazhdon e kësaj iniciative, është siguria ushqimore. Siguria ushqimore që nuk është thjesht një standard për qytetarët shqiptar, që ne do duhet ta plotësojmë, por tashmë është dhe në progres raportin e 2025-s ishte mjaft e qartë fakti që ne nuk kemi një përputhje të legjislacionit ton me Bashkimin Evropian, dhe nga ana tjetër është kriter për kapitullin 12 në procesin e negocimit. Çfarë propozojmë ne? Kjo qeveri mbas 2017-s me akte normative ka heq detyrimin e analizave analitike. Sepse ke raste që do të thotë që përpara ka qenë që produktet që ne kishim në tryezat tona kishin një certifikim. Pra ishte e detyrueshme që të kishim një analizë laboratorike përpara se produktet të kalonin në treg. Me akte normative kanë hequr këtë detyrim. Më kupton? Dhe duke hequr këtë detyrim kanë bërë që Kroacia na bllokoi shumë produkte të ndryshme dhe ja po të I citova dhe dje vetëm për të dhënë një panoram të situatës. Pra, Kroacia ka refuzuar eksportin e specave, ke lule shtrydhen të kontaminuar me pesticide, ke të evidentuar mishin e derit kontaminuar me salmonel, po flas për vetëm 2 vitet e fundit se çfarë ka ndodhur me sigurinë ushqimore. Ke bllokimin e pjeshkëve nga Kroacia dhe ke praninë e arsenikut tek buka të raportuar në media së fundit. Si ka mundësi kjo zonë Xhiro, kujt I shërben kjo? Se kjo, domethënë, nuk ka logjik, apo bëhet për të reklamuar për keq produktet vendase dhe t'i jepet shumë një përparësi tuajve, se nuk e kuptoj cila është arsyeja e heqjes së kësaj certifikate e kontrollit produkteve të vendase. Tani këtu kemi një mafje të ushqimeve. Është çdo lloj normale. Këtu kemi një mafje të ushqimeve. Sepse nëse kemi mafjen e drogës, por që është në rrezik për 20% të popullsisë që konsumon drogën, që kanalizimi patjetër ka shkuar masivitet, këtu ke rrezikshmërinë e 100% popullatës. Pra nëse ti nuk garanton sigurinë ushqimore për produktet e qytetarëve shqiptar që janë bërë premis 1/3 e rasteve me kancer të evidentuara në Shqipëri, 1/3 e tyre në statistika vjen pikërisht nga produktet ushqimore, e cila ka rënduar pikërisht dhe sëmundjet kancerogjene. Dhe çfarë propozuam ne? Ne propozuam së pari laboratorët publik dhe privat të jenë të certifikuar, të akredituar, dhe nga ana tjetër detyrimi analizave analitike biologjike, biokimike, në mënyrë që këto analiza me testet të shpejta, siç e ka Bashkimi Evropian, të kemi mundësi të ndërhyjmë në mënyrë të menjëhershme. Se çfarë ndodh? Momentin që ty produkti Made in Albania të bllokohet në Bashkimin Evropian, kjo jo vetëm sjell një dëm ekonomik për fermerin, për atë blegtorin e tjerë me radhë, por të dëmton besimin e produkteve shqiptare në arenën ndërkombëtare. Pra dëmton pikërisht markën Made in Albania, duke ulur besueshmërinë e tregjeve ndërkombëtare ndaj produkteve shqiptare. Pra ishte një mundësi që Parlamenti I Shqipërisë të merrte kurajon të miratonte 2 projektligje të cilat ishin në mënyrë të drejtë për drejtë me efekt tek qytetarët. Ministria e Bujqësisë në komision e tha që ne do të vijmë me një paketë. Pra ne vazhdon, ne do të pas 12 vitesh qeverisja. Pra kjo qeveri që nuk e adresoi në asnjë moment që shkriu AKU-n kryeministri. Mos harrojmë, e shkriu AKU-n, korrupsion, të paaftë e tjerë me radhë, nuk dim çfarë bëhet me AKU-n, as me sigurinë ushqimore në situatën që jemi, dhe po flas edhe si një nën e 2 fëmijëve. Qofse ke një debat sot dhe një diskutim që bëhet me gjithë nënat e reja për fëmijët e tyre është çfarë produkte, mirë që po I blejnë më të shtrenjta se Bashkimi Evropian, po a janë sigurta, çfarë po japim, sepse absolutisht që situata në cilën ndodhem është alarmante dhe unë kam thënë nuk është çështje e thjesht një sektori, por është çështje e sigurisë kombëtare, çështja e sigurisë ushqimore. Prandaj dhe Bashkimi Evropian ta ka vendosur një ndër kriteret kryesor të integrimit në Bashkimin Evropian. Siguria ushqimore.